Lejohet shkon në mënyrë automatike në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po ashtu edhe për presidentin. Presidenti i Kosovës e mbulon kapitulli 5. Kapitulli i 5 i Kushtetut të Republikës Kosovës, neni 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, dhe neni 6 konstaton ose urdhëron se në momentin kur nuk mund të kaloj asnjëri nga kandidat dhe s'ka gjatë një vota, shpërndahet parlamenti dhe shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Duhet të konsumohet kjo si proces, votimin kuvend. Kjo është procedurë, është demokratike, është kushtetuese, është detyrë. Prof, nëse s'konsumohet sonte? Nëse s'konsumohet, atëherë duhet me analizu aspektin filozofik dhe psikologjik. Do shta ma shumë këtë të fundit, profesor. E për psikologi e kemë profit. Qa ndodh pastaj? Qa ndodh? Në aspekt juridik po flas? Në aspekt juridik, shka ndodh, duhet me shku në zgjedhje, prof. Duhet me shku në zgjedhje? Ky është vakum kushtetues, nuk ka... A duhet t'i drejtohesh dikush gjykatës kushtetuese, këtë rast? Për që të vakumin kushtetues, që ju po qëmë vakum kushtetues. Shpjegohet situata. Nuk është konsumuar procesi votimit për presidentin dhe përshkohet në zgjedhje. Shkohet në zgjedhje, dhe më thonë shkohet në zgjedhje kur konsumohet procesi dhe procedura. Po së konsumu? Nuk është konsumu. Atëherë nuk ka përgjegje nga konstitucionalistët. Përgjegje mund me pas nga politika, nga njerëz të cilët janë të letrave kushtetuese, nuk ka përgjegje. Unë s'moj me dhasti përgjegje, por ato janë përgjegje pastaj politike, filozofike, sociologjike, antropologjike. Soka, din që po thot prova me përkëthy kështu. Okej. Thot kuku për neve. Se s'po monet ai. Po one po thom, kuku thot për neve, ka ne kem institucionin më të lartë të shtetit. Ndëgjam. Këta nuk din për çka janë shku sonte. Ky popull